Prej më shumë se 18 vitesh, mesnete Seitaj ecën çdo ditë për 2 orë mes shiut, borës dhe diellit, për të arritur në kopshtin e fshatit Novosel në Maliq. E njohur si edukatore Neti, ajo e përjeton me pasion profesionin e saj, duke e vënë përkushtimin mbi çdo vështirësi. Vitet në këtë fshat e kanë bërë të ndihet si një banore e tij, edhe pse shpopullimi ka ndikuar ndjeshëm. Po bëja 18 vjet që jam në punë. Po ik slodhu. Kur është kohë e keqe, një orë shkoj, një orë kthehem. Kur është kohë e mirë, 45 minuta, vete 45 kthehem. Fshati ka të gjitha këto, rruga, vështirësia, ecin të gjitha. Po është kënaqësia kur arrin mbrin në vend që shikon ata fëmijët kur të dalin para të kënaqin. E ke parasysh kur shkon dhe në shtëpi dhe gjen një fëmijë dhe të çlodh. Ta hiq gjitha të mërzitjen, gjitha të lodhjen. Është kënaqësi më vete ajo. Punën e kam pasur me pasion të madh. Dhe nuk do t'ja di fare se jam në fshat. Është kënaqësia, me të gjitha është fëmia. Të gjitha janë vështirësitë. Kur ka qenë më ftohtë, ka qenë më dëbor, atëherë ka qenë akoma më keq, se ishte dëbora deri në gjuhë. Vështirësi të madhe. Më duket sikur vetëm se shtëpia më mungon. Se me të gjithë banorët kam shumë respekt, janë shumë të respektuar për mua dhe kam përshtypje shumë të mira dhe nga kjo nuk jam larguar që këte, më shumë. Mesnete Seitaj është e vetmja që punon në familjen e saj, duke u kujdesur për bashkëshortin me probleme shëndetësore. Ajo ka një thirrje për të rinjt që dëshirojnë të ndjekin rrugën e mësimdhënies. Kohën e sotme nuk duhet të zgjedhin vendin se ku do shkojnë, po të zgjedhin punën. Punën që t'jetojnë. Të mos e ngrejnë kokën e të shikojnë në ku është, me fjalë thonjë za qelli. Po të shikojnë të ardhmen e tyre, prindrit, familjen, të gjitha, që dhe ata të jenë të zotë për jetën e tyre. Në një fshat ku heshtja ka zë më të madh se banorët, edukatore Neti mbetet zëri i shpresës dhe përkushtimit për brezat e ardhshëm.